Fëmijët të cilët angazhohen në kurse të ndryshme pranë qytetës së fëmijëve në Korçë kanë përkujtuar ditën ndërkombëtare të tokës, 22 prillin, duke organizuar një aktivitet në natyrë. Ata janë ofruar të mbjellin disa pemë dekorative në ambientet e jashtme të gjimnazit Raqi Qirinxhi, duke kontribuar kështu në pasurimin e mjedisit me oksigjen. Po mbjellim pemë, si aktivitet është shumë i bukur, është pemët janë jetë, për të mbrojtur me mjedisin, edhe ato kanë shumë vlerë për ne, për oksigjen. Për mua një pemë e re është një jetë e re për mjedisin edhe për ne, është aktiviteti i bukur, edhe po të vazhdojmë që duke ndihmuar të gjithë nga pak tokën, toka do të mbushet me mjedis më të pastër dhe më të gjelbër. Pranë qytetës së fëmijëve në Korçë ofrohet edhe kursi Kopshti në qytet, ku fëmijët mësojnë rëndësinë e një mjedisi më të gjelbër e më të pastër. Ndaj edhe nga përfaqësuesit e këtij institucioni vjen mesazhi për të gjithë prindrit që t'i përfshinë sa më shumë fëmijët në aktivitete të tilla për mbrojtjen e mjedisit. Përfitoj edhe nga kjo ditë që të shpërndaj një mesazh për gjithë prindrit, të përpiqen që të edukojnë fëmijët e tyre, si thua t'i përfshinë në aktivitete sa më të shumta për mbrojtjen e mjedisit, siç është edhe ky aktiviteti sotëm, ashtu sikurse ne çdo të enjte te qyteza e fëmijëve realizojmë programin Kopshti në qytet, që pikërisht pra synon mbrojtjen e mjedisit. Fëmijët pjesëmarrës në këtë aktivitet kishin përgatitur edhe disa mesazhe ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit, të cilat i vendosën pranë çdo peme të mbjellë.